Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon në zgjidhjen për të jetuar deri në 100 vjet. Ky është sekreti. Një tas kos, a mund të shbëjë efektet e dëmshme të ushqimeve me yndyrra të larta? Këtë sugjeron një studim i ri nga shkencëtarët amerikanë, të cilët kanë zbuluar se gratë të cilat konsumojnë kos para një vakti të lartë në yndyrra dhe karbohidrate kanë në nivele më të ulta të inflamacionit në gjak krahasuar me ato që nuk konsumojnë fare kos. Madje kosti mund të parandalojë futjen e toksinave në enët e gjakut dhe forcon veshjen e brendshme të zorrës. Konsumimi i kosit para një vakti mund t'ju ndihmojë gjithashtu në përshpejtimin e metabolizmit dhe uljen e rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve metabolike dhe kardiovaskulare, thon shkencëtarët nga Universiteti Wisconsin-Madison. Ky është studimi më i fundit që tregon se si një tas me kos mund të përmirësojë shëndetin në disa mënyra, duke filluar nga ulja e temperaturës së trupit dhe deri tek forcimi i kockave dhe ulja e rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Madje mundet të ndihmojë edhe në rënien në peshë dhe parandalimin e infeksioneve. Kosti është konsumuar nga njerëzit për qindra vjet. Ai dallohet për vlerat e larta ushqyese dhe konsumi i rregullt do të sjellë përfitime të konsiderueshme për shëndetin tuaj. Kos për humbje peshe. Për disa, dëshira për të humbur peshë mundet t'i bëjë ata të kthehen në çdo lloj zgjedhjeje. Qoftë një ushtrim derues me palestrën, apo vëzhgimi i dietës të tyre, apo zakonisht një kombinim i këtyre gjërave. Sa i përket të dietës më të shëndetshme, kosti nuk është rastësisht në programin dietik të shumë dietologëve. Kos për një zorë të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht më të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese. Ndaj, është thelbësore që ajo të funksionojë siç duhet. Një gjë e tillë mundet të ndihmojë edhe në këtë proces është kosti. Kocka më të forta. Nëna juaj gjithmonë thoshte të pini qumësht për kockat tuaja. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera kjo ishte e vërtet, por ajo mund të ketë harruar të thotë se kosti gjithashtu mundet të ndërtojë kocka të forta. Produktet e qumshtit, duke përfshirë edhe kosin, janë burime të shkëlqyera të kalciumit, i cili është minerali kryesor i kockave. Kosi është gjithashtu i dobishëm për ata që vuajnë nga osteoporoza. Kos për një humor më të mirë. Në mes të stresit të punës dhe çdo gjë tjetër që mundet të mërzisë dikë, humori juaj është i lehtë të bjerë her pas here. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj, ushtrime dhe gjumi më i mirë, por njëkohësisht edhe ngrënia e kosit janë përforcues të mrekullueshëm të humorit. Sistemi imunitar më i fortë. Në ditët e sotme është e rëndësishme se kur të kemi një sistem imunitar të shëndetshëm për të luftuar sëmundje dhe infeksionet. Një nga mënyrat për të forcuar sistemin imunitar është të konsumoni probiotik, të cilët gjenden në kos. Duke ngrënë kos çdo ditë, ju ushqeni traktin gastrointestinal me baktere tepër të shëndetshme. Këto baktere të shëndetshme parandalojnë bizotërimin e atyre të këqijave, gjë e cila çon në përmirësimin e shëndetit të zorrëve dhe të sistemit imunitar. Çfarë duhet patur kujdes? Konsumi i përditshëm i kosit përveç të mirave të tij mundet të ketë edhe efekte negative, si për shembull, konsumimi i tepërt i sheqerit. Një nga disa avantazhet e kosit që ju mund të gjeni në treg është se disa marka janë të mbushura me sheqer, i cili përfshihet në parfume dhe shurupe që shtohen për të krijuar një gamë të gjerë shijesh. Zgjidhni kos të thjeshtë dhe shtoni frutat tuaja për të minimizuar rrezikun e sheqernave të shtuara. Mundet të përkeqësojë problemet gastrointestinale, ndërsa konsumi i kosit mundet të jetë i dobishëm për shëndetin e zorrëve.
Ai gjithashtu mundet të dëmtojë sistemet më të ndjeshme të tretjes. Nëse jeni intolerant ndaj laktozës ose nëse nën produktet e qumshtit ju fryjnë, shmangni kosin. Kosi mundet të kontribuojë gjithashtu në një gjendje të quajtur rrritje bakteriale e zorrëve të vogla. Kosi është një produkt i mrekullueshëm për të konsumuar si nga të rriturit ashtu edhe nga fëmijët. Ai prodhohet gjithashtu nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium, vitamin B6, B12 dhe probiotik. Këtu ne do të listojmë disa prej arsyeve kryesore se pse duhet të hani kos çdo ditë. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla të kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorrës së trash, sëmundjeve të zorrës së trash e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe gjithashtu mbrojnë stomakun nga infeksionet. Osteoporoza, brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosi është i pasur gjithashtu me kalcium dhe konsumimi i tij i rregullt përmirëson strukturën e kockave. Tensioni i gjakut. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të gjakut bie me 50%. Pesha. Kosi është ideal gjithashtu edhe për të kufizuar peshën tuaj dhe ka aftësinë për të rregulluar edhe kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Kosi nga ana tjetër është ideal për të kufizuar kaloritë pasi përthithet kalciumi. Nga kosi ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlen për kosin me pak yndyrë. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Nga ana tjetër, atë mund ta përdorni edhe për të trajtuar skuqet në lëkurë të shkaktuara nga pelenat, vitaminat. Kosi përmban gjithashtu fosfor, kalium, jod, zink, vitaminën B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për rruallzat e kuqe të gjakut edhe për sistemin tuaj nervor. E ftohura, kur imuniteti është më i fortë, ai do të mposhtë viruset dhe bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kos në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe problemeve me fytin. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se ky produkt përgjysmon edhe gjysmën e shanseve të shfaqjes të këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosi është një nga kurat më të mira për femrat. Ai e përmirëson lëkurën, shtrëngon pore dhe i jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes. Ankthi më i keq për të gjitha femrat. Shëndeti i flokëve. Kosi është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe njëkohësisht të hollë. Ai forcon çdoqimet të flokut dhe nga ana tjetër e pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë nga ai që përgatitet me far dhe jo i përpunuar. Prandaj siguroni që ta bëni kosin natyral pjesë të produkteve të pandashme nga dieta juaj dhe pse jo ta konsumoni atë çdo ditë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.